Mbledhjen e komisionit me rendin e ditës sipas njoftimit është programi punimeve, kalendari i punimeve. Kemi 2 projekte kort. Po, zoti Ali Beaj. Faleminderit zonjë kryetare. Unë e kuptoj që tani veprimtarinë e shqyrtimit në komision. Dhe thjesht edhe për ta lënë si shkruar në dokumentacionin e këtij komisioni, projekt ligje të tilla si Beqerallafi, ajo për deklarimin e burgut Spacit apo të kampit të Tepelenës si muze kombëtar, fatkeqësisht nuk e pa shqyrtimin deri në fund. Ligji për lustracionin, për simbolet e komunizmit, dhe një sër aktesh të tjera të rëndësishme se përmend këtu kodin zgjedhor tashmë, sepse dihet se çfarë ndodhi, po janë akte të cilat e kanë pasur një moment politik dhe publik, po të doni ju, dhe nuk do të ishte e mirë qoftë edhe për ju si kryesi e komisionit, s'po flas vetëm personalisht për ju, për komisionin, por edhe për parlamentin që të mbyllte 4 vite dhe një nga të drejtat më themelore të deputetëve, që ishte drejta për të propozuar projekt ligje dhe për të shqyrtuar, të mos realizohet, dhe kjo tregon shumë. Kështu që kjo është një rast i mirë, qoftë për ju apo për këto tjetër, që të jap një shpjegim se pse ndodhi, përveç shumë pautësive që kanë ndodhur këto 4 vite, pse ndodhi që shumë projekt ligje as nuk u përfillën. Kaq. Faleminderit zoti Ali Beaj, është i drejtë shtetësimi që ngrinin në fakt, siç e shpjegoi dhe kryetari atje, është punë në komisione të shumë nismave të deputetëve, në fakt përfshi dhe një nisëm timen. Komisioni i ligjeve i ka në projekt kalendar dhe është komisioni me numrin më të madh të nismave të kolegëve deputet të shqyrtuara. Nisma për burgun e Spacit është miratuar në këtë komision, është tashmë në shqyrtim nga komisioni përgjegjës, janë miratuar. Çështjet e ligjeve të tjera që mund të kenë mbetur pezull varen nga disa faktorë. Një nga faktorët është fakti që ne jemi komision përgjegjës, presim komisionin për dhënie mendimi. Për disa pritet mendimi nga Këshilli të Ministrave sepse ka efekte financiare. Për disa projekt ligje disa herë kemi kërkuar nismëtarët vinë të prezantojnë dhe nuk kanë ardhur. Për projekt ligje të tjera që janë tuaja dhe kërkojnë shumicë të cilësuar, siç edhe e kemi diskutuar, ne kemi pasur dhe kemi gjithë vullnetin për t'i kaluar me dakordsi dhe pa rënë dakord gjithë bashku, nuk ja vlen të bëjmë këtu një diskutim, sepse kemi bërë disa herë për ato projekt ligje dhe të mos kemi një vendimarrje. Gjithsesi, për sa na takon ne si komision, janë ende në projekt kalendar dhe në varësi të disponibilitetit të deputetëve dhe të përgjigjeve që vinë, ne kemi kohë për të kaluar nisma. Pra, sepse pjesa më e madhe janë prezantuar, disa dhe janë shqyrtuar, kështu që në këtë moment jemi. Zonja Bardeli, po, mund t'ja jap zonjës Bardeli në fillim? Jo, ma shka nga ajo që ju thatë pak më parë ju, zonja kryetare, që duhet edhe vlerësimi i Këshillit Ministrave. Në fakt kam qysh në 2022 që kam prezentu 3 nisma ligjore. Njëra nga të cilat ka marrë edhe përgjigjen e Këshillit Ministrave dhe Ministrisë së Financave, dhe kjo nisëm ligjore që ka lidhje me dëmshpërblimet e përndjekunve politik nuk ka marrë asnjëherë, nuk është paraqit asnjëherë për argumente për shqyrtim këtu në komision. Kështu që këtu ngërçi i them, komet edhe nga pala juaj, që s'keni kanë asnjëherë dashamirës që këto nismat paktën të marrin iniciativën e parë dhe të fillojnë diskutimet në për komisione. Kështu që nuk bie vetëm faji tek grupet apo tek ajo që ne prezantojmë këtu, por them që vullneti juaj, personalisht edhe juaj si kryetare, ka mungu në të tilla raste. Faleminderit. Zonja Bardeli, unë sapo i kam kërkuar që dje një raport shërbimeve të komisionit për ecurinë e gjitha nismave, në çfarë faze jemi, nuk ka munguar as vullneti as dashamirësia, por dhe unë jam e detyruar të respektoj rregullat se si ecën ky proces në komision. Dhe ju thash, jemi komisioni me numrin më të lartë të nismave të shqyrtuara, nisma të cilat janë të prezantuara nga kolegët deputet. Me gjithë respektin për gjithë secilin, ashtu si kundër dhe nismat mia në komisione të tjera nuk kanë ecur. Por, sipas detyrimeve që kemi, ne do të vijojmë sepse në këtë detyrë jemi dhe në bazë të hapave procedurale
kemi kohë për të kaluar nisma, por ju lutem dashamirësinë time nuk besoj se mund të thoni se ka munguar. Zoti Dash Sula. Faleminderit zonja kryetare. Absolutisht nuk e vën në dyshim dashamirësinë tënde si person, por si kryetare e Komisionit të Ligjeve. Po i ke ne sipër ti. Se si jeni për këtë punë, ju ka mërzit pushteti. Sigurisht thash si person ke disponshmërinë e plot që të kesh mirësinë për të kryer një detyrë. Por si kryetare e komisionit le shumë për dyshiruar dhe kjo është për të bë evidente dhe është për të ardhur keq. Dhe dje në debati që u hap në seancën plenare, ka të bëjë që secili deputet duhet përmbushë detyrën nga i pari deri i fundit. Nga kryetarja e Kuvendit, kryetarja e Komisionit ju dhe gjithë anëtarët e Komisionit të Ligjeve dhe Komisionet tjera parlamentare. Se hipokrizia është në shkallën superiore, çdo qoftë ai që do jetë mandatin tjetër apo të që nuk janë në këtë mandat, që tregon që kemi të bëjmë me përfaqësues të qytetarëve shqiptar të papërgjegjshëm, që nuk e meritojnë ato votën aty që kanë sjellë në këtë parlament. Pse e them këtë? E them këtë sepse kanë kaluar një muaj e ca nga dita e zgjedhjeve dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Parlamenti shqiptar është në përmbushje detyrës në funksion deri kur përfundon mandati i këtij parlamenti. Dhe është e pafalshme, siç ka ndodhur, siç thonë dhe kolegët, për sa përket nisave ligjore për të gjithë deputetët, që ka kaluar 3 vite dhe ndoshta në një projekt ligje aktualitetin dhe që nuk është miratuar, nuk është diskutuar, të paktën tjetër gjë rrëzohet apo miratohet, por është akoma më pafalshme sepse është bë vazh zonja kryetare në vitin e 4 që ne jemi këtu në këtë parlament për institucionet e pavarura. Ju a kam thënë dhe kam ngrej gjithmonë edhe shpreh keqaren që edhe kolegët të majoratës dhe kolegët të opozitës nuk e kanë në fokus të problem. Pse them këtë? Ajo kujtohet vitin e kaluar që kemi miratuar rezolutat e institucionet të pavarura kushtetuese në muajin tetor të vitit 2024 për përmbushjen e detyrës tyre për gjatë vitit 2024. Tani jemi në qershor të vitit 2025 dhe kur do miratojnë këto projekt rezoluta, kur do raportojnë këto institucionet të pavarura, që ne shikojmë që janë përmbushur detyrat për vitin 2024 dhe që t'i lëmë detyrat në rezolutat e reja për vitin 2025, apo përse në muajin tetor, nëntor, dhjetor, pastaj me 2 muaj institucionet të pavarura të përmbushin rekomandimet e ligjit se cili është i vetmi organ i cili ato raportojnë dhe të cilit i mbikëqyr apo po themi i kontrollon vërtetërinë e tyre. Prandaj kërkojnë në mënyrë urgjente zonja kryetare nga ju, sepse është në të drejtën tuaj, në përmbushjen e detyrës tuaj, siç ka qenë për kalendari fillimisht përpara në mos gaboj 2 javësh kur ishim atë, për raportimin e institucioneve të ishte kalendari i ditëve të gjithë institucionet pavarur kushtetuese, të vinë të raportojnë madje edhe çdo ditë të jetë komisioni i ligjeve në pritje të këtyre institucioneve pavarur kushtetuese dhe sipas rregullorës së Kuvendit, muaji qershor është muaji i fundit që do duhet të miraton këto rezoluta në Kuvendin e Shqipërisë dhe të vihet në dispozicion të gjithë institucioneve të pavarura kushtetuese. Duke filluar nga ajo famshme që ne të paktën të opozitës e quajmë organizata kriminale, apo keni frikë ku çdo qoftë ai individ, grupi caktuar interesash që të vijë këtu përpara të raportoj drejtuesi Spakut apo Spaku apo Inspektorati i Lartë i Drejtësisë apo KLP-ja apo KLG-ja, gjykata kushtetuese apo gjithë të tjerat. Prandaj është detyra jote zonja kryetare përmbush detyrimin kushtetues dhe në emër të gjithë kolegëve, po e marrun, këtë edhe të majoratës besoj edhe të opozitës, që ne do ta vihet qysh nga ky moment, ndoshta edhe në fund të mbledhjes, në dispozicion kalendari dhe datat e ardhjes së institucioneve të pavarura në Komisionin e Ligjeve për të raportuar dhe për të miratuar rezolutat në seancën plenare dhe për të bërë debati që është shumë i rëndësishëm për qytetarët shqiptar në seancën plenare. Faleminderit. Mirë, faleminderit zoti Sula. Ne në çdo proces që bëjmë komision ecim sipas rregullores Kuvendit.
kuptohet periudha zgjedhore e pati vonesat e veta në funksionimin e kuvendit për sa i përket rolit të tij në lidhje me raportimet. Sipas rregullores kemi detyrimin e konsultimit publik të gjitha raporteve të institucioneve të pavarura, gjë që është shkruar më një herë. Do të marrim dhe produktin nga konsultimi publik, kemi në përfundim dhe kemi miratuar tashmë një kalendar së bashku, i cili ka qenë me data të përafërta. Do të jemi këtu çdo ditë. Uroj që të kemi dhe kurumët e nevojshme, se kjo punë është punë kolegjale, nuk varet nga 1 apo 2 apo 3 apo 4 persona. Gjithsesi, dakor, gjithse kush i mban përgjegjësi, po nëse s'ka quorume, nuk bëhet mbledhja fare. Gjithsesi, nuk ju ndërpreva, zoti Sula nuk ju ndërpreva, ta mbaroj pak unë fjalën. Pra, gjithë qëllimi është për ta kryer punën, për ta kryer siç duhet, për ta kryer në përputhje me rregulloren dhe raportimi para kuvendit lidhet me informimin për publikun dhe konsultimi publik është një nga ato detyrime që kuvendi e ka dhe ne nuk mund ta anashkalojmë. Kështu që thënë këtë, ne do të ecim sipas këtyre procedurave dhe po ecim në fakt dhe këtu jemi për të përmbushur detyrat tona. Unë po bëj maksimumin që ne ta realizojmë këtë funksion dhe besoj se do t'ja dalim deri në fund. Zoti Dojgjani, fjalën. Faleminderit zoja kryetare, në fakt nuk e kisha në mend me fol, po më nxiti pak kolegu, pa dashur që as të bëj debat me kolegun, as për të mbrojtur ju. Në fakt, e vërtetë është që as ju, as kolegët e mazhorancës nuk kanë asnjë lloj mundësie me vendos në këtë parlament, as me caktu data për thirr institucionet e pavarura, as për nismat, sepse këtu çdo gjë varet nga Edi Rama. Dhe kjo është ajo që duhet pyet ai, dhe kur ti mushet menja aty, thot thirrni këto institucione, bëjni këtë, bëjni. Kuvendi është kthyer në një noter të vetëm një individi që ka kap gjithçka në këtë vend, që kontrollon gjithçka në këtë vend, dhe nuk keni faj as ju, sepse ky lloj sistemi, ky lloj kodi zgjedhore ka quar kuvendin në këtë ditë, sepse deputetët varen nga kryetari i partisë, nga kryeministri, si ti mushet menja ati, mi caktun lista, mos mi caktun lista. Dhe kjo është arsyeja që nuk ka këtu as kuvend pavarur, as komision të ligjeve të pavarur, as i lloj komisioni, as institucionet pavarura dhe as nisma. Kur ti mushet menja, siç është thënë një fjalë tjetër, ati ju mund t'i thirrni, kështu që as nuk duhet të mbroj ty, as me bon me kolegun, tu çdo gjë është kthyer si në diktaturë. Vetë vendos Edi Rama, vetë e mbron Edi Rama, vetë ka i bën institucionet Edi Rama, vetë i thret ai në komisionin, kështu që s'keni gjë në dorë, edhe unë pikërisht për këtë nuk e kam mend të zgjatem më shumë. Faleminderit. Tani jemi në çështjet e procedurës. Nuk ka nevojë të themi kush vendos, se është e qartë kush vendos komisioni, vendos seanca plenare dhe gjitha vendimet merren sipas ligjit dhe rregullores së kuvendit, kështu që është e kot tani të bëjmë diskutime që nganjëherë na bëjnë dhe qesharak. Vjojmë me çështjen e parë të rendititës, jemi dakord me programin dhe kalendarin? S'ka. Dakord, miratohet. Vazhdojmë atëherë projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin shtesë për veprimin e ofrimit të shërbimeve të përqendruara dhe gjithë përfshirëse të përdoruesit. Ne jemi komision për dhënie mendimi. Janë prezent nga Ministria e Financave zëvendës ministre zonja Eriona Çela, shoqëruar nga stafi Kesiana Halili, si dhe përfaqësues nga Akshi. Atëherë ju lutem, zonja zëvendës ministre, është hera e parë në komision? Po, në komision ligjeve era e parë. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit. Sukses edhe në detyrë. Mirë, atëherë një prezantim të projekt ligjit në mënyrë të përmbledhur, më pas relatori ka fjalën. Nderuar kryetare dhe nderuar deputet, në përputhje me procedurat kushtetuese dhe ligjore, sot para jush paraqitet për shqyrtim dhe ratifikim projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së UHAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin shtesë për veprimin e ofrimit të shërbimeve të përqendruara dhe gjithë përfshirëse të përdoruesit, që do të mundsoj financimin e programit të mësipër nëpërmjet akordimit të një financimi shtesë në formën e UHAS në shumën 76.900.000 euro. Objektivi i përgjithshëm i këtij programi është zhvillimi i mëtejshëm i qeverisjes elektronike, duke mbështetur programin e qeverisë shqiptare në arritjen e objektivave strategjik të mëposhtëm.
përmirësimin e shërbimeve lokale për të rritur cilësinë e tyre, digitalizimin e shërbimeve lokale, digitalizimin e proceseve të brendshme administrative të punës së bashkive, përmirësimin e sistemit informatik të menaxhimit financiar AFMIS për fshirështrirje në nivel vendor, modernizimin e procedurave të prokurimit për operator ekonomik dhe autoritetet kontraktore në përputhje me ndryshimin e ligjit të prokurimit publik. Programi synon modernizimin dhe digitalizimin e administratës publike në nivel vendor, me fokus në përmirësimin e aksesit të cilësisë dhe të efikasitetit të shërbimeve administrative vendore për qytetarët dhe bizneset. Rinxhinjerimi i shërbimeve administrative lokale së bashku me digitalizimin e proceseve të brendshme të bashkive do të lehtësojë ndërveprimin e qytetarëve dhe të bizneseve me administratën vendore. Automatizimi dhe digitalizimi i procedurave të brendshme të bashkive do të ulë burokracinë dhe kohën e pritjes për qytetarët. Gjithashtu, ngritja e sistemeve elektronike të integruara do të mundsojë zgjerimin e infrastrukturës digjitale në nivel vendor për të siguruar një bazë teknologjike të qëndrueshme dhe të sigurt për ofrimin e shërbimeve administrative. Integrimi i shërbimeve vendore në e-Albania 2.0 do të mundsojë akses të shpejtë dhe të sigurt për qytetarët dhe bizneset në një gamë të gjerë shërbimesh elektronike vendore, me të njëjtin standard e cilësisë si shërbimet elektronike të administratës qendrore. Për zbatimin e ligjit ngarkohet Ministria e Financave dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit AKSHI si njësia zbatuese e projektit. Huaja do të akordohet nga Banka Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim, e cila ka termat si më poshtë: shuma 76.9 milion euro, interesi bazuar në normën e referencës plus marzh të ndryshueshëm, tarifa front-end 0.25% e shumës së UHA-s, Komision angazhimi 0.25% që përllugaritet mbi vlerën e padisbursuar të UHA-s. Komisioni i angazhimit paguhet pas vitit të 4 të miratimit të UHA-s nga banka. Maturimi 18 vjet duke përfshirë periudhën prej 5 vjetësh pa pagesë principali. Projektligji nuk ka efekte shtesë financiare. Kostot lokale të projektit janë parashikuar në programin buxhetor afatmesëm 2025-2027 të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Ju ftoj të mbështesni ratifikimin e këtij projektligji si një hap i domosdoshëm për avancimin e interesave të përgjithshme të shtetit dhe qytetarëve. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Zoti Balla në cilësinë e relatorit. Faleminderit zonja zëvendës ministre për prezantimin. Të nderuar kolegë, sot kemi në shqyrtim projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së UHA-s ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin shtesë për veprimin e ofrimit të shërbimeve të përqendruara dhe gjithëpërfshirëse të përdoruesit. Ky projektligj është propozuar nga Këshilli i Ministrave dhe hartuar nga Ministria e Financave. Komisioni është komision për dhënie mendimi. Ky projektligj ka si qëllim sigurimin e një financimi shtesë për projektin veprimi i ofrimit të shërbimeve të përqendruara dhe gjithëpërfshirëse të përdoruesit me vlerën e 76.900.000 euro për të avancuar më të procesin e modernizimit të administratës publike nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për të përmirësuar cilësinë, transparencën dhe efikasitetin e shërbimeve që do ofrohen qytetarëve dhe bizneset. Sa i përket efekteve financiare, ky projektligj nuk ka efekte financiare. Paraqitja për miratim e këtij projektligji është në përputhje me NN 78, 83.1 dhe 121 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të ligjit numër 43/2016 për marrëveshjen ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë. Në aspektin e teknikës legjislative plotësohen të gjitha kërkesat formale, kështu që i kërkoj kolegëve ta miratojmë. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Pyetje diskutime? Nuk ka. Mirë, zonja zëvendës ministre. Ne si Komision për dhënie mendimi çmojmë se marrëveshja është në përputhje me Kushtetutën dhe me kuadrin ligjor për marrëveshjet ndërkombëtare dhe në këto kushte japim mendimin ton paktënes majorancë pozitiv për Komisionin përgjegjës. Duke qenë se nuk ka më pyetje dhe diskutime, ju jeni e lirë të shkoni. Faleminderit. Të vinë të ftuarit të radhës për projektligjin për prodhimin, transportin, tregtimin dhe përdorimin e hidrokarbureve, përfaqësëm, dhe të lëndeve të tjera djegëse të rinovueshme për transport. Atëherë janë prezent të ftuar në cilësinë e përfaqësuesit të nismotarit nga Ministria e Infrastrukturës, zëvendës ministrja zonja Enkeleda Muçaj, mirë se erdhe zonja Muçaj, së bashku me zotin Ilia Gjermani, drejtori i programeve të zhvillimit në fushën e hidrokarbureve.
Okej. Atëherë, zonja Muçaj, ne jemi komision për dhënie mendimi, relator është kolegu Hasalla, një prezantim të projekt ligjit dhe më pas kolegu. Nderuar kryetaret, nderuar anëtar, kemi kënaqësinë paraqesim para jush projekt ligjin për prodhimin, transportimin, tregtimin, përdorimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse të rinovueshme për fushën e transportit. Kjo të nderuar në kuadër të dhe në përputhje me strategjinë kombëtare të energjisë miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave 2018 për strategjinë kombëtare të energjisë, vendimin 790 për miratimin e programit përgjithshëm analitik të akteve, si dhe vendimin e Këshillit të Ministrave për miratimin e planit kombëtar për integrimin evropian, që arrin dhe kërkon të qëmtoj disa objektiva të nderuar. Në thelb ka të bëjë me një rregullim i cili ndërkohë ekzistues me ligjin e vitit 2008, por që nuk ka mundur do të zbatohet për shkak të ndryshimeve të cilat kanë ndodhur në direktivat dhe në fakt ky ligj të nderuar i cili ndërkohë është paraqitur në Kuvendin e Shqipërisë ka reflektuar ndryshimet e fundit, më të fundit në direktivën 2018-2001 të Këshillit dhe të Parlamentit Evropian të vitit 2023, i cili pra në vetvetet në qëllimin e vet ka pikërisht rregullimin në mënyrë përfundimtare dhe promovimin e përdorimit të burimeve të energjisë rinovueshme për sektorin e transportit, duke realizuar kështu një parafrim të pjesëshëm të kësaj direktive, e cila nga ana tjetër rregullon edhe prodhimin e energjisë nga burime të tjera të rinovueshme si biomasa, biogazet e të tjera. Pra të nderuar në këtë kuptim, ky ligj ka për qëllim promovimin e kontributit në përmbushjen e angazhimeve të Republikës së Shqipërisë për emisionin e gazeve serë që vijnë nga konsumi i hidrokarbureve në këtë sektor dhe duke patur parasysh që transporti është dhe kontribuesi më i madh i dioksidit të karbonit në vend dhe të themi për të reduktuar efektet që kemi në klimën dhe ndryshimet klimatike, të cilet janë një problem të themi themelor në vend. Të nderuar, ky ligj në mënyrë të strukturuar ka realizuar në mënyrë të përfundimtare dhe identifikimin dhe adoptimin e akteve në ligjore për qëndrueshmërinë, mënyrën e llogaritjes dhe llojin e informacionit që lidhet me prodhimin dhe përdorimin e biokarburanteve. Ne i konsiderojmë si një nismë e cila ndërkohë në vetvete do të rregullojë pra këtë sektor dhe mbi të gjitha do të japë mundësinë që deri në nivelin 7% ne të kemi mundësi të përdorim biokarburante si të tilla, pra në formën e pastër apo në formën e përzierjes me karburantet e tjera në Republikën e Shqipërisë, duke rregulluar në mënyrë të qëndrueshme dhe me qëllim qëndrueshmërinë e përdorimit të këtyre karburanteve, dhe duke përcaktuar në mënyrë të posaçme mënyrën e llogaritjes, llojin e informacionit, por dhe sidomos monitorimin e tyre për qëllimet e paracaktuara. Ju falenderojmë shumë për mirëkuptimin të hapur për pyetje, edhe një herë faleminderit. Mirë, faleminderit zonja Muçaj, zoti Hasalla. Faleminderit kryetare. Ky projekt ligji propozuar është në përputhje me legjislacionin e brendshëm si dhe në përputhje me legjislacionin ndërkombëtar. Ka objekt promovimin e prodhimit dhe përdorimit të burimit të energjisë së rinovueshme për sektorin transportit nëpërmjet përdorimit të biokarburanteve për zëvendësimin e një pjese të nënprodukteve të naftës me lëndë djegëse jo fosile për motorët me djegje të brendshëm. Shqipëria është angazhuar në kuadër të akuisit të plotësojë objektivin kombëtar për energjinë e rinovueshme. Zonja Zëvendës Ministër ishte shumë shtëruese në shpjegimin e këtij projektligji. Unë ftoj kolegët që ta miratojmë duke parë rëndësinë e këtij. Faleminderit. Mirë, faleminderit edhe këtu si Komision për dhënie mendimi, por ai sa na takon, ne sipas mendimit të shërbimit juridik të komisionit dhe të relatorit, ky ligj është në përputhje me kushtetuton edhe parashikimet ligjore. Sa i takon çështjeve të thelbit, do të jetë komisioni përgjegjës ai që do të diskutojë për to, por ne si mazhorancë do mbështesim dhe do bëjmë gati raportin për komisionin përgjegjës. Meqense s'ka pyetje dhe diskutime, zonja Muçaj jeni lirë të shkoni vetëm nëse sjeni për ndonjë projekt ligj tjetër. Mirë, do të vijojmë me çështjen tjetër të rendit ditës. Projekt ligji për kontrollin e kufirit shtetëror, të vinë të ftuarit, po. Atëherë nga Ministria e Brendshme në cilësinë e përfaqësuesit të nismetarit është zoti Besfort Lamallari, zëvendës ministër i Brendshëm, mirë se erdhët. Shoqëruar nga stafi. Edhe këtu jemi komision për dhënie mendimi, relator është kolegu Deliu. Po zini vend të ftuarit, keni vend, mjaftueshëm. Zoti Lamallari, atëherë është radha për ju për një prezantim të projekt ligjit dhe më pas relatori fjalën. Shumë faleminderit zonja kryetare, nderuar zonja dhe zotërinj deputet. Në fakt
ju falenderoj për mundësinë e dhënë për të prezantuar pikërisht projekt ligjin. Së bashku me stafin teknik që janë të gatshëm për të adresuar çdo pyetje nga ana juaj. Pa humbur kohë, në nisma që ne prezantojmë para jush, ka si qëllim përmbushjen e objektive afatgjatë të përcaktuar në programin e qeverisë, konkretisht objektiva politika e jashtme dhe sigurisë, si dhe integrimi evropian. Në thelb ky ligj sjell goxha parafrim me kuadrin e legjislacionit të Bashkimit Evropian. Çështjet kryesore që adreson nisma lidhen me përforcimin e kontrollit dhe mbikëqyrjes së kufive, parandalimin dhe goditjen e krimit ndërkufitar, parandalimin e migracionit të palishëm, rritjen e parametrave të sigurisë kufitare dhe kombëtare, rritja e theksova e nivelit të përputhshmërisë me standardet evropiane dhe Schengen, dalë këto si rekomandime nga procesi screening, por dhe vazhdimisht angazhimet e ndërmarrë nga qeveria shqiptare karshi Komisionit Evropian, përfshirë këtu dhe krijimin e qendrës kombëtare për menaxhimin e integruar të kufirit në përputhje me rregulloren e Eurosur, dhe forcimi e bashkëpunimit më teshëm me Agjencinë Evropiane të Rrojës Kufitare dhe Bregdetare, Frontex. Theksojmë që Shqipëria është vendi i parë që ka patur marrëveshje me Frontexin për dislokimin e trupave të Frontex në kufit shqiptar. Një tjetër element i rëndësishëm është dhe rritja e sigurisë në zonën e verifikimit kufitar, përmirësimi i sistemit të mbikëqyrjes së hapësirës detare, kontrollit kufitar dhe kërkim shpëtimit në det dhe përcaktimi i rregullave të qarkullimit lokal kufitar. Projekt ligji për kontrollin e kufirit shtetëror është hartuar si domosdoshmëri për plotësimin e paketës së akteve ligjore që unë përmenda pra me fokus kryesisht për afrimin e akteve të akisë së BE-s dhe ka disa efekte pozitive që priten nga kjo nismë. Megjithatë, në mënyrë të përmbledhur, këto ishin çështjet kryesore që ne synojmë të sjellim si përmirësime përmes këtij ligji. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj. Zoti Lamallari, duke qenë se ju jeni prezent në komision, jeni ftuar për 3 nisma, pra për 3 projekt ligje, edhe për projekt ligjin për disa shtesa të ndryshime në ligjin 79/2021 për të huajt, edhe për projekt ligjin për zyrën e rikuperimit të aseteve. A mund të bëni prezantime tani dhe më pas të marrin fjalën kolegët relator? Me shumë kënaqësi, zonja kryetare, në fakt që të mos çoheni dhe të vini pra. Po kaloj me ligjin e dytë që është ligji për të huajt, edhe ligji për të huajt në fakt vjen në përputhje të plotë të detyrimet të marrë nga qeveria shqiptare përmes strategjisë kombëtare për migracionin dhe në thelb ka adresimin e asaj qasjes fragmentare të mëparshme dhe duke hapur rrugën një menaxhimi të integruar, lidhet shumë ngushtë pikërisht edhe me ligjin që sapo prezantuam. Bazohet në 3 shtylla kryesore, që është garantimi të drejtave dhe mbrojtja sociale për migrantët, refugjatët dhe azilkërkuesit, gjithashtu përmirësimi i procedurave dhe për aplikimin për leje unike e tjerë, leje qëndrimi, digitalizimi komplet proceseve që lidhen pikërisht me aplikimin për lejet, kontrollet dhe verifikimet për refugjatët, emigrantët dhe azilkërkuesit. Kjo fal një koordinimi dhe bashkëpunimi më të mirë ndërinstitucional, gjithashtu një kuadër institucional më i fortë dhe i koordinuar pra pikërisht në funksion të menaxhimit të migracionit dhe siç e përmenda edhe më herët, kjo lidhet pikërisht dhe me angazhimet karshi pra në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian, ku shumë direktiva janë reflektuar përmes kësaj nisme dhe prezantuar konkretisht dispozita përkatëse dhe përmes tabelave të përputhshmërisë. Në thelb kjo ishte dhe ndryshimet që ne synojmë përmes paketës së dytë për ligjin për të huajt, ashtu siç prezantova dhe nismën e parë, ndërsa një tjetër nismë shumë e rëndësishme, risi në llojin e saj, pra një ligj komplet i ri që nuk ka pasur ka pasur një vakum ligjor në këtë aspekt, një kërkesë e vazhdueshme e Komisionit Evropian ka qenë ngritja e zyrës së rikuperimit të aseteve, që në thelb është një mekanizëm shumë i fortë në luftë kundër krimit të organizuar, ngrihet për herë të parë në Shqipëri, pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, një zyrë e dedikuar për gjurmimin dhe rikuperimin e aseteve kriminale, qofshin këto nga aktivitetet të ndryshme të krimit të organizuar apo krime të rënda. Në thelb, kjo zyrë do të bashkëpunojë ngushtësisht me homologët evropian, me zyrat të rikuperimit të aseteve në çdo vend të Bashkimit Evropian, por dhe me rrjetin evropian për zyrat e rikuperimit. Është, do të theksoja, përafron 5 aki ose 4 direktiva dhe një vendim kuadër të Këshillit,
duke përfshirë dhe rregulloren më të fundit të Bashkimit Evropian për rikuperimin e aseteve të vitit 2024, që do të thojë vërtet është një risi ky legjislacion dhe do të kontribuojë ndjeshëm në luftë kundër krimit të organizuar, duke goditur pikërisht krimin e organizuar në pikën më të dobët që është pushteti ekonomik. Kjo fal bashkëpunimit të ngushtë të përditshëm përmes kanaleve shumë të sigurta me Europol dhe të tjerë, përmes zyrave të rikuperimit të aseteve. Sigurisht për çdo pyetje për të tre ligjet ne jemi të gatshëm të adresojmë sipas interesit tuaj. Shumë faleminderit zoti Lamallari. Fjalën do t'ja jap relatorit Hasalla për projektligjin e parë. Okej. Atëherë zoti Deliu, projektligji për zyrën e rikuperimit të aseteve. Faleminderit kryetare. Unë në fakt jam relator në 2 projektligje, edhe për kontrollin e kufijës shtetëror dhe për rikuperimin. Të nderuar kolegë deputet, të nderuar zëvendës ministri i brendshëm, të nderuar drejtori i kufijës, të nderuar pjesëmarrës nga Ministria e Brendshme. Projektligji për kontrollin e kufijës shtetëror ka si qëllim parafrimin e pjesëshëm të legjislacionit të Bashkimit Evropian në fushën e kontrollit kufitar dhe mbikëqyrjes kufijës shtetëror. Synimi i nismës ligjore është përmbushja e objektivave afatgjatë të përcaktuar në programin e qeverisë, konkretisht objektivi politika jashtëve dhe sigurisë si dhe integrimi evropian. Komisioni për çështjet ligjore e shqyrton këtë projektligj në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi, bazuar në nenet 32-36 të rregullorës kuvendit. Nga ana juridike procedurale, projektligji nënshtrohet procedurat të parashikuara në nenin 78 dhe nenin 83.1 e Kushtetutës. Në aspektin juridik formal procedural, akti është shoqëruar me relacion përkatës sipas kërkesave të nenin 68.2 të rregullorës kuvendit. Për të nderuar kolegë deputet, unë nuk po zgjatem pasi zëvendës ministri ishte shumë i saktë dhe shtërues, kërkoj miratimin e këtij projektligji shumë të rëndësishëm, pasi synon dhe parafrimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ju faleminderit. Ky është ligji i parë, ndërkohë që po kaloj tek projektligji i dytë, projektligj për zyrën e rikuperimit të aseteve. Komisioni për çështjet ligjore, administratën publike dhe drejtat e njeriut të shqyrton këtë projektligj në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi, bazuar në nenet 32-36 të rregullorës kuvendit. Projektligji ka si qëllim krijimin e zyrës së rikuperimit të aseteve me synimin për të lehtësuar procesin e gjurmimit dhe identifikimit të ardhurave, aseteve dhe përfitimeve të tjera pasurore që lidhen drejt për drejt ose tërthorazi me një vepër penale ose veprimtari kriminale, të cilat janë ose mund të jenë objektin e vendimit, sekuestrimi apo konfiskimi. Projektligji për zyrën e rikuperimit të aseteve synon të përmirësojë rezultatet e luftës kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe pastrimit parave në Shqipëri në fushën e luftës kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Janë bërë hapa të dukshëm para që na çojnë në heqjen edhe nga lista gri. Të nderuar kolegë, edhe ky projektligj është një rëndësie shumë të veçantë, unë e vlerësoj, nuk po zgjatem shumë pasi zëvendës ministri ishte shumë i qartë, kërkoj nga gjithë kolegët të miratojnë këto 2 projektligje. Ju faleminderit. Mirë, faleminderit. Faleminderit zoti Deliu, zoti Hasalla në cilësinë e relatorit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 79/2021 për të huaj. Po, në lidhje me projektligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 79/2021 për të huajt, ky projektligj ka qëllim për përmirësimin dhe qartësimin e kuadrit ligjor në fushën e migracionit, për përputhshmërinë me direktivat më të fundit të Bashkimit Evropian, si dhe garantimin e të drejtave dhe integrimit të huajve në Republikën e Shqipërisë. Risitë kryesore të këtij projektligji janë digitalizimi plot i proceseve migratore, harmonizimi me akuis komunitare, lehtësimi kusheve për qëndrim dhe punësim, rregulla më të qarta për kthimin dhe dëbimin, si dhe futja e kategorive të reja të lejeve. Ky projektligj është në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin tjetër në fuqi dhe rregullorin e brendshme të kuvendit, dhe ai ftoj kolegët që ta miratojmë atë. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Diskutime, pyetje? Po, zonja Felaj. Faleminderit kryetare. Të treja projektligje të cilat sapo u relatuan qoftë nga propozuesi, qoftë nga kolegët deputet, mendoj që janë të një rëndësie të veçantë, për faktin sepse janë të gjitha ligje që lidhen me fushën e përgjegjësisë qoftë të komisionit tonë, qoftë të Komisionit Sigurisë Kombëtare. Dua të sjell në vëmendje të kolegëve të këtij komisioni që 2 nga projektet e propozuara janë të reja, siç ligji për krijimin e zyrës për rikuperimin e aseteve të krimit. Edhe besoj që
edhe për hir të interesit të publikut, edhe për faktin që ky është një detyrim që Shqipërisë është bërë nga Komisioni Evropian, edhe gjatë ditës sotme kam parë një deklaratë të ambasadorit të Bashkimit Evropian, i cili sërish e ka bërë thirrje Shqipërisë që të miratoj ligjin për ngritjen e kësaj zyre. Besoj që kjo kërkon pak më shumë promovim. Natyrisht edhe ligji për të uajt është një ligj i ri, mund të quhet një ligj i ri, sepse është ligji vitit 2021, ne kemi punuar thelbësisht në Komisionin e Sigurisë me ligjin për të uajt, dhe besoj që edhe nga ana praktike meriton edhe pak më shumë vlerësim në kuptimin e mënyrës se si ne e shprehim në publik, cilat janë rrisitë që ka sjell ndryshimet e propozuara në ligjin për të uajt. Mendoj që edhe ligji për kufirin, për regjimin e kufirit shtetëror, edhe ky është një ligj i rëndësishëm. Pavarësisht se është përgjegjësia e Komisionit të Sigurisë Kombëtare objekti i këtij ligji, thash interesi është i përbashkët, edhe ka shumë rëndësi që jo thjesht të relatojmë mbi përmbajtjen, por të fokusohemi dhe të shprehim në drejt për drejt efektet praktike të ligjeve. Unë po vi direkt tek pyetja sepse kjo ishte pjesë e vlerësimit dhe natyrisht që unë jam pro miratimit të këtyre ligjeve dhe uroj që në këtë pjesë të ngelur të kësaj legjislature të mundet të bëhen ato përmirësime që mund të jenë të nevojshme për këto ligje, po sidoqoftë fryma që ato sjellin është shumë e mirë. Pyetja ime e parë lidhet me krijimin e zyrës për rikuperimin e aseteve. Unë dua të di struktura do të jetë bashkëvepruese edhe me prokurorinë e zakonshme dhe me prokuroritë e zakonshme dhe me prokurorinë e posaçme, sepse objekti i hetimit është i përbashkët. E para, e dyta, ka praktik në ndërkohë të veprimit të kësaj zyre, pra ne nuk kemi pasur një ligj, po besoj që patjetër që ka një praktik nga ana e organeve të sigurisë dhe rendit publik në rikuperimin e aseteve të krimit për shkak të detyrimit që kanë pasur këto organe për të zbatuar vendime të ndryshme të sekuestrimit dhe të konfiskimit. Aktualisht në vendet e rajonit apo në vendet e Europës, ndër partnerët tanë, mund të na thoni ku ka zyra të ngjashme me të cilat pretendohet që të vendoset bashkëpunim për rikuperimin e aseteve të krimit. Dhe pak a shumë se nuk arrita dot ta kap në përmbajtjen e ligjit, si mendohet të jetë struktura e zyrës? Kam përshtypjen që ja keni lënë VKM-s, sepse pash vetëm kriteret e shprehura për drejtuesin e zyrës për rikuperimin e aseteve, po të kishim pak më shumë informacion si mendohet të funksionojë kjo zyrë, a do jetë një zyrë qendrore, përqendruar vetëm në Tiranë, në Ministrinë e Brendshme, apo do ketë dhe deg të tjera në territor? Pak a shumë sa njerëz mendohet, sa personel mendohet që të rekrutohet në këtë zyrë? Pra, për këto aspekte do të isha më shumë e interesuar të kuptoja dhe nëse gjatë punës për hartimin e ligjit është bashkëpunuar ose është marrë mendim dhe organit të prokurorisë. Pra e kam fjalën dhe për prokurorinë e përgjithshme dhe për prokurorinë e posaçme. Ndërsa te ligji për të uajt, do doja të dija çfarë e detyroi Shqipërinë që në kohë të shkurtër, nga viti 2021 deri tani, të imponojë këto ndryshime. A ka qenë e mundur që ato ndryshime që propozoheshin sot të futeshin në ligj edhe më përpara, kur ne bëm ligjin 2021, se më duket pak ndryshimi i shpejt në kohë, e kam fjalën. Nga momenti që ne kemi miratuar ligjin në vitin 2021. Dhe për ligjin e për projekt ligjin e tretë, pyetja ime do të ishte nëse ky projekt i plotson nevojat e të gjitha pikave të kalimit kufitar në vend për ruajtjen dhe vëzhgimin e të gjithë kufirit të gjelbër dhe kufirit blu. Se nga ajo çfarë unë kam parasysh kur në legjislaturën e pashme që është kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, di që në përpikat e kalimit kufitar, po dhe në përgjithësi, nuk ka personel të mjaftueshëm policor që të sigurojë mbikëqyrjen e të gjithë vijës së gjelbër të kufirit apo dhe të vijës blu. Kështu që ka pasur probleme në këtë drejtim, rrugët e reja që janë gjeneruar përmes projekteve të rëndësishme strategjike, për shembull Gasjellsi TAP, janë bërë gjithmonë problem sepse janë rrugë që janë ndjekur nga trafikantët. Kështu që kam përshtypjen që zgjeruar objekti punës të gjitha atyre që menaxhojnë, administrojnë pikat e kalimit kufitar, kështu që desha të di ligji nëse e ndihmon këtë lloj problematike që të zgjidhet. Faleminderit. Faleminderit zonja Felaj, zoti Lamallari, ose kush nga stafi shoqërues do ta marrë fjalën. Shumë faleminderit zonja kryetare. Në fakt për ligjin për Aron do t'i përgjigjem vetë të gjitha çështjeve që unë mbajta shënimi, janë vërtet shumë të rëndësishme, pasi në thelb
bashkëpunimi me prokurorin, si ato të jurisdiksionit përgjithshëm, por edhe ato të jurisdiksionit posaçëm, është një element i domosdoshëm dhe i panegociueshëm, pasi në thelb zyra i shërben pikërisht punës hetimore që udhëhiqet nga prokurori, qoftë i jurisdiksionit përgjithshëm apo aty të posaçëm. Kjo ka qenë arsye sepse që në konceptimin e ligjit ne kemi patur të ftuar pra krahas grupit punës gjithmonë pjesëmarrjen e prokurorëve, pra prokurorë të jurisdiksionit përgjithshëm dhe atyre të posaçëm, duke dhënë mendimet e tyre, duke qenë pjesë gjithashtu të vizitave studimore në vendet e Bashkimit Evropian ku ka modele të ngjashme, konkretisht më herët në Gjermani, më pas në Francë, por shkak të kontekstit të ndryshëm që paraqisë Gjermania dhe Franca dhe faktit që modeli francez i rikuperimit i përputhet më shumë modeli shqiptar, që ka një zyrë pikërisht për rikuperimin dhe një zyrë për administrimin e aseteve të cilët administrohen si pasojë vendimeve të gjyqësore për sekuestrim apo konfiskim. Ne zgjodhëm të kemi bashkëpunimi dhe të shohim më nga afër modelin francez. Kjo solli dhe angazhimin e drejtuesve të zyrës së rikuperimit franceze për të na ndihmuar edhe në rolin e mentorshipit. Dhe vërtet është bërë një punë shumë e mirë edhe në 3 bashkëndime që është bërë ligjit, ku prokurorit përkatëse kanë dhënë mendimin e tyre. Më e fundit fare ka qenë dhe rekomandimi për ta parafruar me direktivën më të fundit të Bashkimit Evropian për rikuperimin e prillit 2024, ku vetë vendet anëtare në fakt ftohen që deri në nëntor 2026 të parafrojnë në kuadrin e tyre legjislativ kombëtar këtë direktivë. Ne përfituam nga rasti në mënyrë që mos ktheheshim sërish me parafrim, duke marrë parasysh edhe faktin që jemi në negociata. Kjo nismë kishte vazhduar, edhe pse bashkëndimi i tretë kishte përfunduar në mars të vitit të shkuar, por megjithatë duke qenë se direktiva ishte shumë gjithëkohësirëse dhe adresonte shumë elemente të rinj që shtonin vetëm sa forconin kapacitetet e zyrës që do të ngrihej, ne vendosëm që ta bënim dhe një round të fundit konsultimesh, duke përfshirë këtu dhe mendimet e shprehura nga komisioni, pra nga drejtoritë e përkatëse të përgjithshme të Komisionit Evropian, DG Home, DG Just, duke marrë mendimet e tyre pra se si mund të përforcohej më shumë ky kuadër ligjor me direktivën më të fundit, dhe njëkohësisht janë njoftuar ata dhe janë raportuar edhe për të dhënat që ne kemi përcjell, pra përmes praktikave reale, konkrete që janë bërë nga zyra e rikuperimit e ngritur fillimisht në policinë e shtetit, sigurisht me miratimin e ligjit buren dhe detyrimet përkatëse, pra nga fillimi, nga emërimi i drejtorit të zyrës tek stafi, është bërë një vlerësim paraprak që mendohet që diku tek 7 veta duhet të jetë fillimisht përbërja e kësaj zyre për të përballur me nevojat aktuale që ka Shqipëria për të përgjigjur në kohë reale dhe zyrave homologe. Megjithatë, kjo ishte në mënyrë të përmbledhur, nëse humba në një element tjetër, por në thelb këto ishin çështjet, ndërsa për ligjin për të huajt, doja të ftoja me miratimin e kryetares si kaloj për të adresuar nevojën, pra sepse ne i sjellim tani këto ndryshime, ku ndërkohë kishim dhe në 2021 ndryshimet e bëra në ligjin për të huaj, për të sqaruar më tej kemi ndërreshjen e përgjithshme të akteve rregullatore në Ministrinë e Brendshme e zonja Marbona Cuka, dhe gjithashtu për çështjen që lidhet me ligjin për kontrollin e kufirit shtetor dhe pyetjen shumë të ndjeshme për nevojën për rritjen më teshme të kapaciteteve të policisë kufitare, pikërisht për të adresuar dhe ato detyrime që lindin nga kjo nismë e re. Kemi dhe drejtorin e departamentit për policinë kufitare dhe migracionit, zotin Sajmir Bosnjaku, i cili do të jap dhe informacionin e tij. Shumë faleminderit. Mirë, faleminderit, po. Faleminderit. Lidhur me arsyet që diktuan ndërhyrjen relativisht të shpejtë në ligjin për të huajt, rendisim të parin detyrime që na rrjedhin në kuadër të procesit të integrimit evropian, në drejtim të detyrimeve të dala nga ky proces në përputhje me rekomandimet e progres raportit të BE-s, si dhe nga mangësitë e dala nga procesi screening. Gjithashtu, ndërhyrjet në projekt ligj janë në përputhje me angazhimet të ndërmarrë në kuadër të Paktit për Migracionin dhe Azilin e të Bashkimit Evropian, si dhe me akin e Bashkimit Evropian. Gjithashtu, ndërhyrjet janë në përputhje me angazhimet e parashikuara në udhërrëfyesin për shtetin e së drejtës. Gjithashtu, përveç këtyre,
përveç këtyre që renditëm, arsyet të tjera që diktuan rishikimin e shpejtë të ligjit është nevoja për të adresuar zhvillimet e fundit të kontekstit, le ta quajmë kombëtar, për të ndikuar më tej në hapjen e rrugëve të migracionit të rregullt për punësim dhe në nevojën për të mirë menaxhuar hyrjen e të huajve në kontekstin e rritjes së vazhdueshme të turizmit në vend. Si dhe në kuadër të procesit të vazhdueshëm të digitalizimit. Ndërhyrjet në projekt ligj kanë shumë parashikime të reja në kuadër të digitalizimit të pothuajse të gjithë procesit të pajisjes me leje për migrantët e huaj. Okej, mirë. Si ke pak mikrofonin, tutëm? Zoti Sula? Faleminderit, zonja kryetare. Sigurisht, unë mendoj edhe ashtu siç tha dhe kolegja që këto tre projektligje do të janë shumë jashtëzakonisht të rëndësishme, do duhet kishin vëmendje të shtuar nga komisionet parlamentare dhe veçanërisht në Komisionin e Ligjeve për të parë diçka kuadrin ligjor të miratimit të këtyre projektligjeve. Por do doja edhe në formë një diskutimi të shkurtër, po edhe të pyetjes, tezoroja që situata për sa përket këtyre tre projektligjeve, janë tre projektligje, sidomos projektligji i parë, po filloi nga gjurmimi i aseteve të kriminale, të cilët në raste më të madh ose më të shumt ka qenë më shumë deri diku një propagandë, dhe mos harrojmë që kemi patur praktike jashtëzakonisht të këqija, dhe kjo do të kujtojmë vitet e para, pas vitit 2013, tek e famshme OFL-ja, operacioni i Forcës Ligjit, të cilët ishte një gjueti shtrigësh, ishte një gjueti të cilët kishin në përzgjedhje ose në presionin që i bëj individët caktuar për të grumbulluar sa më shumë përfitime personale nga drejtues të lartë policisë apo kush ishin përfitues të tjerë. Kështu që kjo ajo pyetje që shtroi se shqetësimi që kishte kolega Fela ishte me të drejtë shumë i rëndësishëm, sepse ne mos harrojmë që kemi dhe disa institucione të tjera të cilët janë në përmbushje të kësaj detyres për aseta sekustruara të krimit organizuar, të cilët besoj që gjëja bazë ka të bëjë më shumë me gjykatën, me vendimin e gjykatës, sepse nuk pavarësisht që vendoset një sekuestro nga ana një organ procedues fillimisht, por do duhet që të përfundojë të gjithë shkallat e gjykimit dhe pastaj përfundimisht ajo pasuri e aset kriminal do të dali të sekuestrohet, konfiskohet, të dali dhe në shitje apo të vendoset në shërbim të shtetit shqiptar. Kështu që në këtë aspekt do kërkoja që të gjithë ne si Komision e Ligjeve të tregojmë një kujdes, të mos kemi asnjë lloj hapësire abuzive të nenëve të caktuara apo praktikave të caktuara të cilët mund të rrezikojnë që të kthehet përsëris prapë në një gjurmim të gjueti shtrigësh për individ caktuar apo për grupe të caktuara të interesit të cilët në Shqipëri ekzistojnë. Ligji për kufirin shtetëror. Kjo për zotin drejtor të Ministrisë së Brendshme të kufirit, zoti Boshnjaku, të cilët e vlerësoj, por unë do isha shumë i drejt për drejt, përsa e përket. Në Shqipëri kemi një problem jashtëzakonisht të madh, që të gjithë e dimë, dhe kemi bërë dhe përmirësimin e kodit penal përsa e përket shkeljes së kufirit shtetëror, që ka qenë sidomos kufirit toksor, të cilët kemi madje, për mua si ligjvënës është jashtëzakonisht e tepruar dhe mënyra se si trajtohet në raste caktuara që parashikimin e kodit penal kemi një dënim jashtëzakonisht të rëndë. Për sa i përket individët caktuar të cilët edhe se kur një taksist i thjesht i rastishëm edhe është kualifikuar si trafikim dhe për të klandestinëve, për atë që ka shkelur kufirin dhe me masa represive shumë të rënda dhe me një dënime masa të cilët janë jashtëzakonisht të rënda, duke patur parasysh që dënohen të ri apo individ të saktuar që pavarësisht që ka kryer një krim dhe do duhet të ndëshkohet, por masa proporcionaliteti i dhënies së masës dënimit dhe fatkeqësisht edhe të organet të procedurës dhe të gjykatës janë ato të cilët kanë një qasje do të thosha shumë të rëndë në për sa përket dhe dënimit. Prandaj unë e kam shumë merak këtë pjesë. Dhe në një kohë që pa diskutim që do të duhet projekt ligji, do të duhet që të kemi dhe do të përmundosh edhe një njësi të specializuar që ndoshta dhe drejtoria e kufirit e ka, por duke marrë shkas përpara
një muaj, në mos gaboj, kemi patur një operacion nga ana e SPAK-ut për sa përket të problemit të kontrabandës cigareve. Do doja të dija nga zoti drejtor që ka qenë do thosha indicie nga ana apo një çështje e ndjekur nga policia kufitare, nga institucioni i Ministrisë së Brendshme, apo ka qenë thjesht do të thosha investigim apo hetim nga ana e SPAK-ut, e cila ka sjell në mos gaboj në arrestimin 39 doganierëve dhe për një dëm ekonomik që bëhet fjalë shtetit për 39 milionë euro. Kjo përsa i përket dhe aq më tepër pastaj që të gjithë dimë dhe kemi parasysh që qoftë në kufirin toksor dhe në kufirin detar, që lëvizje të tonelatave të kokainës dhe kjo nuk ka nevojë që ta them unë, apo ta thot kushdo kolegu im, por mjafton thjesht pra, të lidhet po me pikën e parë të aseteve kriminale, që mjafton të hapësh sytë dhe veshët të dëgjosh se çfarë bëhet në sektorin ndërtimit në Tiranë, duke patur parasysh që nga 4.8 miliard euro, 3.8 miliard euro që kanë qenë për vitin 2023, në 2024 nuk kam informacionin që investimin në sektorin ndërtimit dhe bëhet fjalë për rreth 3.2 miliard euro janë të jashtë sektorit bankar, që do të thotë vijnë nga para të trafikut të kokainës apo para të rrjedhura në mënyrë të jashtëligjshme. Kështu që unë do kërkoja shumë nga kolegët e mi dhe Komisioni i Ligjeve që këtë problem të duhet edhe në seancën plenare ta ngrejmë jashtëzakonisht dhe të shtrojmë presionin si Parlament ndaj institucioneve dhe zbatuese për ligjin për sa i përket të kufijës shtetërore. Dhe së fundi do ta kisha edhe me pyetje të drejtë për drejtë për ligjin për të huajt, e cili është një dëshmëri jashtëzakonisht e madhe. Në ligjin për të huajt, kolega Fela që është shumë profesionale në mënyrën se si i shtroi pyetjet, por do të ishte drejtë për drejtë për sa përket ecërisë si ka shkuar deri tani praktika, duke patur parasysh që për gjatë këtyre viteve ka qenë mangësi e ligjore, a ka patur do të thosha ose si ka qenë mirë funksionimi i institucioneve, se në mos gaboj unë, nuk është sepse ka vetëm Ministria e Brendshme, të përcaktuar nga një drejtori që të ecërinë e praktikës nga pika 0 deri në përfundim të një procesi. Në mos gaboj kemi të bëjmë edhe me disa institucione të tjera, duke përfshirë Shërbimin Informativ Kombëtar, duke përfshirë Ministrinë e Jashtme, duke përfshirë Presidencën, duke përfshirë edhe disa institucione të tjera, të cilët ato ka qenë koordinimi dhe ka patur ose si ka ecur si praktik, edhe sa ka qenë numri i aplikantëve deri tani për një periudhë caktuar një vjeçar apo deri në këtë periudhë, për gjatë këtyre viteve, dhe domosdoshmëria të përmirësimit të këtij projekt ligji dhe sa ka qenë numri i refuzimeve dhe pranimeve nga ana ose që e pajisur me leje dhe a ka patur raste të shkeljes të afatër kohore dhe si ka qenë pajisja e lejeve ose si e merr ose si e bën praktikën Ministria e Brendshme që i pajis me leje po themi javore, mujore apo vjetore sipas llojit të kërkesës së tyre dhe si verifikon këto në terren pastaj që këto leje janë leje më të vërtetë të aplikuara sipas kërkesës së tyre, a verifikohen sepse kuptohet që elementet caktuar përbëjnë jo gjithë huajt janë njerëz të cilët vinë për të punësuar apo vinë edhe për aktivitete të tjera dhe shpesh herë rëndom kanë ndodhur që kanë kryer edhe aktivitete kriminale brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Kështu që do doja që të kisha disa informacione dhe për të patur një panoramë më të qartë se si ka ecur deri tani edhe domosdoshmëria dhe përafrimi dhe praktikat të cilët ne kemi ndjekur, kujt i kemi referuar, kujt vendeve konkretisht, vendeve të Bashkimit Evropian, besoj, apo kujt vendet caktuara dhe përqasja me direktivet e Bashkimit Evropian si do duhet të përmirësohet ky projekt ligj. Këto ishin disa gjëra të cilët do doja që të vija në dukje, sigurisht thashë dhe po e mbyll që do duhet të kishin një kohë më të mjaftueshme, do të kishim një përgjegjësimë do thosha gjithë komisionit dhe nga kolegët të opozitës dhe të majorancës që të kishin një debat më të gjerë edhe disa orë për të bërë të mundur që të kishin përmirësimin e kuadrit ligjor ashtu siç duhet një projekt ligji. Faleminderit. Mirë, faleminderit zoti Sula. Edhe unë vlerësoj shumë pyetjet edhe ndërhyrjet e kolegës Felaj dhe tuajat në lidhje me këto 3 projekt ligje shumë të rëndësishme. Do jap fjalën zotit Lamallari për një përgjigje të pyetjeve të sapo bëra nga zoti Sula. Zëri kryetar, mund të them që lidhje me ligjin për pyetja që lidhet me ligjin për zyrën e rikuperimit të aseteve, fakt duhet të theksoj që në thelb kjo zyrë është
një njësi inteligjencë, pra shkëmbimi i informacioni, pra nëse më parë ky informacion duhet koordinohej nga disa institucione, pra ishin informacione që vinin nga burime të ndryshme, dhe kur vinte puna te bashkëpunimi ndërkombëtar ishte një proces më i koklavitur, më i vështirë, duke marrë parasysh që ne nuk jemi vend antar i Bashkimit Evropian akoma dhe rrjedhimisht nuk mund të përfitojmë nga mekanizmat e Bashkimit Evropian siç janë ata për arrestin evropian e tjerë që lehtësojnë bashkëpunimin pra vend me vend, por në thelb ngritjen e zyre pra e cila i shërben pikërisht procesit penal, që do thot procedimit nga organet proceduese që janë prokuria, qoftë e jurisdiksionit përgjithshëm dhe jurisdiksionit posaçëm dhe përfundimisht patjetër vlerësimi i këtyre masave dhe kalimi me vendim sekuestrimi apo konfiskimi sipas rastit nga gjykata, duke qenë se kjo ishte edhe me sa kuptova thelbi i pyetjes lidhur me zyren e rikuperimit. Pra ajo çfarë ndodh është që përmes së zyre centralizohet procesi, nuk kemi më një proces të shpërndar, por kemi një njësi të dedikuar, e ngritur sipas direktivave të Bashkimit Evropian, duke pasur pikën kombëtare, siç kërkohet dhe nga direktiva, pra ngritja një pike kombëtare 24 orë në 7 ditë javës që përgjigjet pyetjeve që vijnë nga zyrat përgjegjëse të rikuperimit të Bashkimit Evropian. Për sa i përket modeleve, unë e përmenda më herët, kemi marrë modelin e Francës. Ka edhe disa nisma në vendet e rajonit, por megjithatë ajo çfarë mbetet fokusi ynë është pikërisht antarësimi në rrjetin evropian të zyrave të rikuperimit të aseteve dhe ligji vërtet ka sjell goxha parafrim me këto 4 direktiva dhe një vendim kuadër të Komisionit Evropian, kështu që është një hap shumë pozitiv në kuadër të negociatave, specifikisht në kuadër të grup kapitullit themelor, pra kapitulli 24, drejtësia, liria dhe siguria, dhe vendimi i gjykatës është ai që përcakton në mënyrë përfundimtare dhe pa ekuivok nëse gjithë hapat e ndjekur nga organet proceduese përfshi dhe këtë zyrë janë të duhurat. Lidhur me pyetjen që për kontrollin kufitar dhe atë që lidhet me ligjin për të huajt, unë do doja t'i kaloja fjalën ekspertëve të fushës, konkretisht drejtorit të departamentit të policisë kufitare në Policinë e Shtetit, për një informacion më shumë, nëse ka dhe statistikat patjetër. Kryetare, faleminderit. Mirë, shumë faleminderit. Atëherë, edhe unë do t'i vlerësoja të treja këto nisma, ju vetëm për çfarë thanë kolegët dhe siç relatuarat dhe ju, por edhe për faktin se një nga projekt ligjet, veçanërisht ai për zyrën e rikuperimit të aseteve, përveç rëndësisë që ka për publikun, përveç faktit që është pjesë e progresit me integrim Bashkimin Evropian, është edhe një nga kushtet për fazën post-monitoruese që ka Shqipëria në Këshillin e Europës. Dhe me këtë shkon, nëse s'gaboj, në 7 përmbushja e kushteve që janë vendosur Shqipërisë si vend i cili ka qenë vitin 1995 antar i Këshillit të Europës dhe vetëm 10 arriti të dilte në fazën e nga faza e monitorimit dhe është në fazën post-monitorim. Dhe ky ka qenë një nga qëllimet për të përmirësuar gjithë institucionet shqiptare në kuadër të sektorit të rikuperimit të aseteve që vinë nga krimi. Pra gjitha përpjekjet e qeverisë shqiptare që finalizohen me këtë projekt ligj, dhe unë e di që është punuar me konsulencë të huaj si nga Bashkimi Evropian dhe nga Këshilli i Europës, kanë bërë të mundur që ne të kemi një kuadër ligjor tashmë efektiv pas meratimit, i cili jo vetëm do na nxjerrë nga post-monitorimi, aty ku në fakt edhe na takon, por edhe për t'i dhënë jetë vërtet gjithë kësaj pune që bëhet, që në fund pasuria t'i kthehet publikut, ajo pasuri e vendosur nga veprimtaritë kriminale. Kështu do ta vlerësoja këtë projekt ligj, edhe 2 projekt ligjet e tjera janë shumë të rëndësishme, unë nuk do dua të përsëris çfarë thanë kolegët. Ajo që do doja të theksoja është që ne jemi komision për dhënie mendimi, pavarësisht që çështjet lidhen shumë me fushën veprimtarisë të këtij komisioni, do të jetë Komisioni përgjegjës ai i sigurisë do të shohë çështjet me detaje, por ne si komision në raportet tona do të vendosim gjitha këto diskutime që kanë vlerë dhe që u bën këtu për të pasuruar dhe për të parë, siç me të drejtë thot zoti Sula, që nëse ligji ka nevojë të përmirësohet apo të shihet në kuadër të bërjes edhe më shumë efektiv. Thënë këto, unë do ju ftoja kolegë të kalojmë në votim për këto 3 projekt ligje dhe më pas të bëjmë prezantimin e pikës së fundit, duke qenë se është dhe zoti Lamallari këtu. Kështu që filloj me ligjin, projekt ligjin për zyrën e rikuperimit të aseteve. Kush është dakord në parim? Pro 16, kundër
Ska abstenim, ska miratohet. Vazhdojmë neni 1 pro kundër abstenim miratohet. S'po i përsëris sekretaria numëron. Neni 2 pro kundër abstenim miratohet. Neni 3 pro kundër abstenim miratohet. Neni 4 pro kundër abstenim miratohet. Neni 5 pro kundër abstenim miratohet. Neni 6 pro kundër abstenim miratohet. Neni 7 pro kundër abstenim miratohet. Neni 8 pro kundër abstenim miratohet. Neni 9 pro kundër abstenim miratohet. Neni 10 pro kundër abstenim miratohet. Neni 11 pro kundër abstenim miratohet. Neni 12 pro kundër abstenim miratohet. Neni 13 pro kundër abstenim miratohet. 14 pro kundër abstenim miratohet. 15 pro kundër abstenim miratohet. 16 pro kundër abstenim miratohet. Neni 17 pro kundër abstenim miratohet. Neni 18 pro kundër abstenim miratohet. Neni 19 pro kundër abstenim miratohet. Neni 20 pro kundër abstenim miratohet. 17 pro kundër s'ka abstenim miratohet. Neni 21 pro kundër abstenim miratohet. Neni 22 pro kundër abstenim miratohet. Neni 23 pro kundër abstenim miratohet. Neni 24 pro kundër abstenim miratohet. Neni 25 pro kundër abstenim miratohet. Në tërësi me projekt ligjin pro 17 pro kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet. Ligji për kufirin. Propozimi projekt ligji për kontrollin e kufirit shtetëror. Në parim pro 16, 17 pro. Kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet. Neni 1 pro kundër abstenim miratohet. Neni 2 pro kundër abstenim miratohet. Neni 3 pro kundër abstenim miratohet. Neni 4 pro kundër abstenim miratohet. Neni 5 pro kundër abstenim miratohet. Neni 6 pro kundër abstenim miratohet. Neni 7 pro kundër abstenim miratohet. Neni 8 pro kundër abstenim miratohet. Neni 9 pro kundër abstenim miratohet. Neni 10 pro kundër abstenim miratohet. Neni 11 pro kundër abstenim miratohet. Neni 12 pro kundër abstenim miratohet. Neni 13 pro kundër abstenim miratohet. Neni 14 pro kundër abstenim miratohet. Neni 15 pro kundër abstenim miratohet. Neni 16 pro kundër abstenim miratohet. Neni 17 pro kundër abstenim miratohet. Neni 18 pro kundër abstenim miratohet. Neni 19 pro kundër abstenim miratohet. Neni 20 pro kundër abstenim miratohet. Neni 21 pro kundër abstenim miratohet. Neni 22 pro kundër abstenim miratohet. Neni 23 pro kundër abstenim miratohet. Neni 24 pro kundër abstenim miratohet. Neni 25 pro kundër abstenim miratohet. Neni 26 pro kundër abstenim miratohet. Neni 27 pro kundër abstenim miratohet. Neni 28 pro kundër abstenim miratohet. Neni 29 pro kundër abstenim miratohet. Neni 30 pro kundër abstenim miratohet. Neni 31 pro kundër abstenim miratohet. Neni 32 pro kundër abstenim miratohet. Neni 33 pro kundër abstenim miratohet. Neni 34 pro kundër abstenim miratohet. Neni 35 pro kundër abstenim miratohet. Neni 36 pro kundër abstenim miratohet. 37 pro kundër abstenim miratohet. 38 pro kundër abstenim miratohet. 39 shfuqizime pro kundër abstenim miratohet. Neni 40 pro kundër abstenim miratohet. Dhe në tërsi pro 17 pro kundër s'ka abstenim miratohet. Kemi dhe një ndryshim në ligjin për të huajt dhe kolegë do të vijojmë me çështjen e fundit rendit ditës, kështu që mbas votimit mos lëvizni, ju lutem. Vazhdojmë dhe me projekt ligjin për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 79/2021 për të huajt. Në parim pro 17 pro. Kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Vijojmë me miratimin nën për nën. Neni 1 pro kundër abstenim, miratohet. 17 pro kundër s'ka, abstenim s'ka, nuk po i përsëris më, sekretaria mban shënim. Neni 2 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 3 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 4 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 5 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 6 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 7 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 8 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 9 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 10 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 11 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 12 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 13 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 14 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 15 pro kundër abstenim, miratohet. Neni 16 pro kundër abstenim, miratohet. 17 pro
kundër abstenim miratohet. Neni 18 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 19 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 20 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 21 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 22 pro, kundër abstenim miratohet. 23 pro, kundër abstenim miratohet. 24 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 26 pro, kundër 25, falni, pro, kundër abstenim miratohet. Neni 26 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 27 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 28 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 29 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 30 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 31 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 32 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 33 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 34 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 35 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 36 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 37 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 38 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 39 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 40 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 41 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 42 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 43 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 44 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 45 pro, kundër abstenim miratohet. 46 pro, kundër abstenim miratohet. 47 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 48 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 49 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 50 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 51 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 52 pro, kundër abstenim miratohet. 53 pro, kundër abstenim miratohet. 54 pro, kundër abstenim miratohet. 55 pro, kundër abstenim miratohet. 56 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 57 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 58 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 59 pro, kundër abstenim miratohet. Neni 60 pro, kundër abstenim miratohet. Kush është dakord në tërësi tani me projekt ligjin, koleg? Pro 17, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Mirë, me këto 3 projekt ligje zoti Lamallari është i lirë të shkojë, ndërkohë që ne koleg vazhdojmë me çështjen e fundit të renditditës, ju lutem të zënë vend të ftuarit. Projekt ligj për patentat, modelet e përdorimit dhe certifikatat e mbrojtjes shtesë. Mirëpash. Jemi dhe këtu komision për dhënie mendimi. Relator është kolegu Balla. Të zër vendin zëvendës ministri Sokol Duma. Mirë, zoti Duma, mirë se erdhët. Ju lutem një prezantim të projekt ligjit në mënyrë të përmbledhur dhe më pas relatori Balla. Faleminderit e nderuar zonja kryetare, të nderuar anëtarë të komisionit. Kam kënaqësinë të paraqes sot përpara jush një projekt ligj të rëndësishëm, i cili ka për qëllim forcimin e bazës ligjore për zhvillimin teknologjik, ekonomik dhe inovativ të vendit, projekt ligji për patentat, modelet e përdorimit dhe certifikatat e mbrojtjes shtesë. Ky projekt ligj vjen si pjesë integrale e procesit të parafrimit të legjislacionit kombëtar me aki komuniter të Bashkimit Evropian, duke adresuar në mënyrë konkrete kriteret dhe hapat e përcaktuara në kapitullin 7, ato të pronësisë intelektuale. Ky hap reflekton angazhimin ton për modernizimin dhe konsolidimin e sistemit ton të pronësisë industriale, stimulimin e inovacionit, mbrojtjen e investimeve në kërkim zhvillim dhe rritjen e konkurrenshmërisë së produkteve shqiptare në tregjet europiane dhe ato ndërkombëtare. Projekt ligji i ri është ndërtuar mbi bazën e ligjit ekzistues numër 9947 datë 7/7/2008 për pronësinë industriale, duke u thelluar më tej në aspektet e mbrojtjes së patentave të shpikjeve, modeleve të përdorimit dhe certifikatave të mbrojtjes shtesë, sidomos në sektorët e rëndësishëm si industria farmaceutike dhe mbrojtja e bimëve.
Objektivat kryesorë të këtij projekt ligji janë qartësisht të përcaktuara dhe synojnë të krijojnë një kuadër ligjor të plotë, të konsoliduar dhe të harmonizuar për patentat, modelet e përdorimit dhe certifikatat shtesë, të garantojnë mbrojtje më efektive dhe më të zgjeruar ligjore për shpikësit dhe mbajtësit e të drejtave të pronësisë industriale, të sigurojnë zbatimin e drejt për drejt të direktivave dhe rregulloreve specifike të Bashkimit Evropian, si dhe të plotësojnë objektiva strategjik të strategjisë kombëtare të pronësisë intelektuale, në funksion të reformimit dhe përafrimit të gjithë kuadrit ligjor për objektet e pronësisë industriale. Një rëndësi e veçantë në këtë projektigj kushtohet certifikatave të mbrojtjes shtesë, të cilat për herë të parë trajtohen në mënyrë shtruese, duke qenë element thelbësor në mbështetjen e inovacioneve në sektorin farmaceutik dhe atë të bimëve medicinale. Përgatitja e këtij projektigji është bërë në përputhje të plotë me aktet përkatëse të Bashkimit Evropian, përfshirë këtu direktiva dhe rregulloret themelore, si direktiva 9944/KE për mbrojtjen juridike të shpikeve bioteknologjike, rregulloret për certifikatat e mbrojtjes shtesë, si dhe rregulloret që adresojnë mënyrën e mbrojtjes së produkteve farmaceutike për eksport dhe produkteve të rralla. Me gjithë përpjekjet tona më të mira, vlen të përmendet një sfidë që ka qenë objekt diskutimesh të shumta lidhur me parafrimin e plot me direktivën 2004/48 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit për zbatimin efektiv të drejtave të pronësisë intelektuale. Në këtë drejtim ka pasur diskutime intensive me Ministrinë e Drejtësisë dhe palët e tjera të përfshira mbi parafrimin e disa dispozitave të kësaj direktive, të cilat kanë të bëjnë me procedurat e mbrojtjes së të drejtave në fushën e pronësisë industriale. Në përfundim të këtij procesi është arritur një kompromis i rëndësishëm, që megjithëse nuk reflekton plotësisht parafrimin e kërkuar nga direktiva, përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara në këtë proces. Në përfundim, ju ftoj të miratoni këtë projekt ligj të rëndësishëm, duke bërë një hap domethënës drejt një sistemi më të fortë dhe më efikas të mbrojtjes së pronësisë industriale, që mbështet inovacionin dhe zhvillimin ekonomik afatgjatë të vendit. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti zëvendësministër, zoti Balla. Faleminderit zoti zëvendësministër për prezantimin e projektligjit. Projektligji për patentat, modelet e përdorimit dhe certifikatat e mbrojtjes shtesë është propozuar nga Këshilli i Ministrave. Komisioni hyn në komision për dhënie mendimi. Ky projektligj ka për qëllim të garantojë mbrojtjen e drejtave të pronësisë industriale për shpiket, të promovojë zhvillimin teknologjik dhe konkurrencën e ndershme, si dhe të sigurojë harmonizimin e legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Ky projektligj gjithashtu është në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit. Zoti zëvendësministri ishte shumë shtërues në prezantimin e tij, ndaj ftoj kolegët që ta miratojnë. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Edhe unë në fakt do ta vlerësoja këtë projekt ligj, sepse kishte ardhur fiks koha për të bërë një kuadër të ri ligjor në përputhje me gjitha standardet më të mira që përdoren në këtë fushë. Ne jemi komision për dhënie mendimi dhe për sa na takon përputhshmëria me kushtetutën dhe me kuadrin tjetër në fuqi është verifikuar nga shërbimet e komisionit dhe nga relatori, kështu që duke qenë se nuk shoh të ketë pyetje dhe diskutime, ju jeni lirë të shkoni dhe komisioni do të vijojë me votimin. Faleminderit. Ju lutem koleg, do të kemi dhe projekt vendimin për miratimin e ndryshimeve në strukturën organizative të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zonja Anila Ruço, drejtoreshe e burimeve njerëzore të zër vendin dhe përfaqësuesit e Ministrisë Financave, zoti Gentian Opre dhe zonja Vilma Çausholli, si dhe nga DAPI Keida Meta, drejtori i Drejtorisë Politikave dhe Zhvillimit të Administratës Publike. Mirë se erdhe zonja Ruço. Kolegët e kanë kërkesën tuaj së bashku me një memo të shërbimeve të komisionit. Bëhet fjalë për një riorganizim të strukturës suaj, pa ndryshuar numër stafi dhe pa shkurtuar apo pa shtuar staf. Pra ju bëni një rialokim të burimeve njerëzore brenda buxhetit dhe brenda numrit të punonjësve që ju keni. Një prezantim shumë shkurt të arsyeve pse. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë në zbatim të kompetencës së komisionerit që bëron nga Kodi Zgjedhor, ne kemi paraqitur përpara jush një riorganizim të strukturës organikës. Me vendimin tuaj 114/2023 është miratuar struktura organika dhe klasifikimi i pagave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Referuar ecurisë së punës dhe disa problematikave të konstatuara gjatë proceseve zgjedhore si për zgjedhjet vendore, ashtu edhe të përgjithshme, është menduar për një riorganizim të strukturës organikës e cila të jetë më efikase dhe secili nga personeli të marrë detyra më konkrete dhe të ketë funksione më të qarta. Është parë arsyeshme që të
është parë e arsyeshme që ky propozim të forcojë disa drejtori si drejtorinë e teknologjisë së informacionit, drejtorinë e logjistikës, sepse në fund të fundit zgjedhjet janë kryesisht organizuara me procesin e logjistikës zgjedhore. Gjithashtu është parë e arsyeshme që të ketë një fuqisim drejtoria e auditit të brendshëm dhe disa struktura të tjera të brendshme. Të gjitha këto në funksion të realizimit të detyrave dhe të funksioneve sa më të mira të gjithë administratës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Doja të theksoja këtu që struktura ka ruajtur në rregullin e saj ndërtimin strukturor, pasi tashmë struktura e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është e konsoliduar, nuk ka ndryshime radikale, është e përbërë nga 2 drejtori të përgjithshme dhe nga ana hierarkike varen drejtoritë e tjera të nivelit të mesëm. Gjithashtu do doja të theksoja atë çka tha dhe juve, që kjo strukturë nuk ka kosto financiare, nuk ka rritje të numrit të personelit, është brenda numrit dhe po ta shikojmë, domethënë nga 95 që është miratuar me vendimin e kuvendit, është në numrin total 93. Nuk do preket asnjë, e rëndësishme është që nuk do preket asnjë nga nëpunësit, pasi nëpërmjet ligjit të nëpunësit civil është menduar të gjithë për të sistemuar dhe këto 2 vende që kanë rënë aktualisht kanë qenë vende vakante. Okej, DAP-i, Ministria e Financave, zonja Çavusholli. Po, faleminderit zonja kryetare, përshëndetje. Ministria e Financave është shprehur parim dakord me projekt strukturën e paraqitur për sa kohë që është brenda kostove buxhetore të miratuara në ligjin e buxhetit dhe numrit të përgjithshëm të punonjësve të miratuar po në ligjin e buxhetit për vitin 2025. Faleminderit. Faleminderit, DAP-i. Po, faleminderit zonja kryetare, të nderuar deputet. Departamenti ka përcjell dhe zyrtarisht me shkresën 3152 fraksion 1 përgjigjen në lidhje me propozimin për ndryshimin e strukturës dhe organikës së Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Në parim jemi shprehur dakord, por me disa komente, të cilat lidhen në 3, po themi fokusohen në 3 drejtime. Së pari sa i takon klasifikimit pozicioneve të punës, propozohet që të krijohen 2 drejtori të reja, një e auditit nga nivel sektori ngrihet në nivel drejtorie dhe një tjetër e shërbimeve dhe mirëmbajtjes, që në kuptim të vendimit, po e referoj shkurt të vendimit të pagave, konsiderohen si njësi organizative mbështetëse, sepse në fakt mbulojnë funksione horizontale, në kuptim të ligjit 90 për organizimin dhe funksionimin e administratës, së bashku me drejtorinë e burimeve njerëzore, dhe në këtë kuptim ne sugjerojmë rivlerësimin e klasës së pagës për drejtorët e këtyre 2 njësive. Komenti 2 ka të bëjë me nivelin e organizimit të drejtorisë auditit, është parashikuar të krijohet në nivel drejtorie të sheshtë, një drejtori dhe 3 specialistë, sipas standardeve që vendimi i Këshillit të Ministrave 893 ka përcaktuar. Drejtoritë e sheshta, nëse do të vlerësohen të tilla si të sheshta, duhet të kenë të paktën 5 punonjës, por këtu theksoj që standardet që ky vendim përcakton janë të rekomandueshëm për institucionet e pavarura, por jo të detyrueshme në këtë aspekt. Dhe komenti i tretë ka të bëjë me emërtesën. Është konstatuar një emërtesë të një punonjësi mbështetës në strukturë, që në fakt nga kontakti që kemi patur dhe me kolegët e Komisionit Qendror do duhet të rivlerësohet që të jetë në përputhje me emërtesat e vendimit të Këshillit të Ministrave për punonjësit mbështetës. E rëndësishme është përsa kohë që ndryshimi i emërtesës nuk shoqërohet me ndryshim të klasës pagës. Tani për këtë erdhë. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Fike pak mikrofonin, zonja Ruço, në lidhje me komentet. Për sa i përket komenteve që bëri Departamenti i Administratës, unë mendoj që tashmë kjo është një gjë e konsoliduar e kaluar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, edhe prandaj e theksova që me vendimin numër 114/2023 ne kemi bërë përshtatjen dhe klasifikimin e pagave. Pasi duke menduar dhe argumentuar për institucionin e veçantë që jemi unik në Republikën e Shqipërisë, dhe administrata jonë besoj që është kaluar nga dysh në dyshnjish për drejtoritë për të cilat rekomandoi Departamenti i Administratës. Okej, faleminderit zonja Ruço. Në fakt po, këto janë çështje që janë e zauruar, ka një vendimarrje të Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me të paktën me klasifikimin e pagave për efekt të natyrës veçantë të punës së këtyre drejtorive. Është një drejtë e fituar tashmë. Kështu që në kuadrin e kërkesës që bën institucioni për një riorganizim të numrit të
personelit të pozicioneve që ka për efekt të rritjes së efektshmërisë së punës, ne nuk kemi çfarë ndryshimesh të bëjmë, se do binim kundërshtim me vendimin tonë të mëparshëm, plus që është në përputhje me kushtetutën që një drejtë e fituar nuk mund të ndryshohet me një vendim të mëvonshëm. Përveç se kur ka raste të tilla që justifikohen nga kushtetuta. Dhe nuk mendoj se jemi para këtij rasti sepse nuk ka ndryshuar ndonjë gjë. Kështu që thënë këtë, unë mendoj që ne do të japim mbështetje NKQZ-s për këtë strukturë. Kemi vetëm një shqetësim, po unë edhe për këtë pata diskutuar me përfaqësuesit e drejtorisë sonë të monitorimit në lidhje me uljen e numrit të punonjësve në disa drejtori për të kuptuar nëse ka efekte për shkurtim personeli, sepse ato kanë të bëjnë me drejtat punës. Arrita të kuptoj që nuk ka shkurtime, por kemi të bëjmë me një rialokim të burimeve njerëzore. Pra meraku im, edhe këtu përfaqësohet e disa kolegë të opozitës që nuk ndodhen në fakt, ka të bëjmë me faktin e mos uljes numrit të punonjësve për efekt të shkurtimit, por të dhënies formë të drejtorive përkatëse në KQZ për kryerjen normale të funksioneve të tyre. Kështu që thënë këtë, unë ju falenderoj dhe ne do të kalojmë tani në procesin e votimit, kolegët bëhemi gati për votim. Ju jeni të lirë të shkoni, po. Faleminderit. Mirë, atëherë kalojmë në procesin e votimit, kolegë. Do të fillojmë me projektligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 79/2017 për sportin. Në parim, pro, 15 pro, kundër, s'ka abstenim, s'ka, miratohet. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 7 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 8 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 9 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 10 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 11 pro, kundër, abstenim, miratohet. Dhe në tërësi, me projekt ligjin pro, kundër, abstenim, miratohet. Faleminderit kolegë, miratohet ky projekt ligj bëhet gati për komisionin përgjegjës. Vijojmë me projekt ligjin tjetër. Projekt ligji për përpunimin e informacionit të udhëtimit në Republikën e Shqipërisë. Kush është në parim dakord me këtë projekt ligj? Pro? 14 pro, një nuk merr pjesë në votim, vazhdojmë. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 7 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 8 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 9 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 10 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 11 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 12 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 13 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 14 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 15 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 16 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 17 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 18 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 19 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 20 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 21 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 22 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 23 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 24 pro, kundër, abstenim, miratohet. Në tërësi me projekt ligjin, pro 14, njësë merr pjesë në votim, kundër s'ka, miratohet, bëhet gati dhe ky për komisionin përgjegjës. Dakord me strukturën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Dakord, pa ndryshime siç e kërkojnë ata. Vijoj me projekt ligjin, kemi dhe 3 kolegë. Ndjes. Atëherë projekt ligj për patentat, modelet e përdorimit dhe certifikatat e mbrojtjes shtesë. Pron parim?
Po, 14 pro, kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet, 1 nuk merr pjesë në votim. Atëherë, neni 1 pro, kundër abstenim, miratohet, neni 2 pro, kundër abstenim, miratohet, neni 3 pro, kundër abstenim, miratohet, neni 4 pro, kundër abstenim, miratohet, neni 5 pro, kundër abstenim, miratohet, neni 6 pro, kundër abstenim, miratohet, neni 7 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 8 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 9 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 10 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 11 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 12 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 13 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 14 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 15 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 16 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 17 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 18 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 19 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 20 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 21 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 22 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 23 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 24 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 25 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 26 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 27 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 28 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 29 pro, kundër, abstenim, miratohet, 30 pro, kundër, abstenim, miratohet, 31 pro, kundër, abstenim, miratohet, 32 pro, kundër, abstenim, miratohet, 33 pro, kundër, abstenim, miratohet, 34 pro, kundër, abstenim, miratohet, 35 pro, kundër, abstenim, miratohet, 36 pro, kundër, abstenim, miratohet, 37 pro, kundër, abstenim, miratohet, 38 pro, kundër, abstenim, miratohet, 39 pro, kundër, abstenim, miratohet, 40 pro, kundër, abstenim, miratohet, 41 pro, kundër, abstenim, miratohet, 42 pro, kundër, abstenim, miratohet, 43 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 44 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 46 pro, kundër, neni 45 pro, kundër, abstenim, miratohet, faleminderit Asalla, neni 46 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 47 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 48 pro, kundër, abstenim, miratohet, 49 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 50 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 51 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 52 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 53 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 54 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 55 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 55 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 56 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 57 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 58 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 59 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 60 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 61 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 62 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 63 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 64 pro, kundër, abstenim, miratohet, 65 pro, atër 15 pro, kundër, s'ka abstenim, miratohet, 66 pro, kundër, abstenim, miratohet, 67 pro, kundër, abstenim, miratohet, 68 pro, kundër, abstenim, s'ka miratohet, neni 69 pro, kundër, abstenim, s'ka miratohet, neni 70 pro, kundër, abstenim, neni 71 pro, kundër, abstenim, neni 72 pro, kundër, abstenim, neni 73 pro, kundër, abstenim, 74 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 75 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 76 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 77 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 78 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 79 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 80 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 81 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 82 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 83 pro, kundër, abstenim, miratohet, 84 pro, kundër, abstenim, miratohet, 85 pro, kundër, abstenim, miratohet, 86 pro, kundër, abstenim, 87 pro, kundër, abstenim, 88 pro, kundër, abstenim, neni 89 pro, kundër, abstenim, miratohet, 90 pro, kundër, abstenim, s'ka miratohet, neni 91 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 92 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 93 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 94 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 95 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 96 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 97 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 98 pro, kundër, abstenim,
Neni 99 pro, kundër, abstenim. Neni 100 pro, kundër, abstenim. Neni 101 pro, kundër, abstenim. Neni 102 pro, kundër, abstenim. Neni 103 pro, kundër, abstenim. Neni 104 pro, kundër, abstenim. Neni 105 pro, kundër, abstenim. Neni 106 pro, kundër, abstenim. Neni 107 pro, kundër, abstenim. Neni 108 pro, kundër, abstenim. Neni 109 pro, kundër, abstenim. Neni 110 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 111 pro, kundër, abstenim. Neni 112 pro, 113 pro, kundër, abstenim. 114 pro, kundër, abstenim. 115 pro, kundër, abstenim. 116 ngatrova. 116 pro, kundër, abstenim. Neni 117 pro, kundër, abstenim. Neni 118 pro, kundër, abstenim. Neni 119 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 120 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 121 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 122 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 123 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 124 pro, kundër, abstenim, miratohet. 125 pro, 126 pro, kundër, abstenim. 127 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 128 pro, kundër, abstenim, miratohet. 129 pro, 130 pro, kundër, abstenim, miratohet. 131 pro, kundër, abstenim, miratohet. 132 pro, kundër, abstenim, miratohet. 133 pro, kundër, abstenim, miratohet. 134 pro, kundër, abstenim, miratohet. 135 pro, kundër, abstenim, miratohet. 136 pro, kundër, abstenim, miratohet. 137 pro, kundër, abstenim, miratohet. 138 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 139 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 140 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 141 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 142 143 pro, kundër, abstenim, miratohet. 144 145 pro, kundër, abstenim, miratohet. 146 147 pro, kundër, abstenim, miratohet. 148 pro, kundër, abstenim, miratohet. 149 pro, kundër, abstenim, miratohet. 150 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 151 pro, kundër, abstenim, miratohet. 152 pro, kundër, abstenim, miratohet. 153 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 154 pro, kundër, abstenim, miratohet. 155 pro, kundër, abstenim, miratohet. 156 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 157 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 158 shfuqizime pro, kundër, abstenim, miratohet. Dhe neni 159 hyrja në fuqi pro, kundër, abstenim, miratohet. Tani në tërsi kolegë me projekt ligjin, 15 pro, kundër, s'ka, miratohet, bëhet gati dhe ky për komisionin përgjegjës. Vazhdoj me projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes UAS midis Shqipërisë, Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin shtesë për veprimin e ofrimit të shërbimeve të përqendruara dhe gjithëpërfshirëse të përdoruesit. Pro në parim me projekt ligjin, 15 pro, kundër, s'ka, abstenim, s'ka, miratohet. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Miratimin në tërësi pro, miratohet. Dhe ky 15 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Dhe ligji i fundit, sekretariat verifikoj dhe njerë nësa kam akte për votim, po kam përshtypjen dhe një projekt ligj është. Atëherë projekt ligji për prodhimin, transportin, tregtimin, përdorimin e biokarburanteve dhe lëndëve të tjera djegëse të rinovueshme për transport. Atëherë në parim me projekt ligjin kolegë, po 15 pro, kundër, s'ka, abstenim, s'ka, miratohet. Vazhdojmë. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 7 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 8 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 9 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 10, neni 11 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 12 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 13 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 14 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 15 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 16 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 17 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 18 pro, kundër, abstenim, miratohet. Në tërësi me projekt ligjin, pro, 15 pro, kundër, s'ka, abstenim, s'ka, miratohet. Sekretaria më konfirmon që nuk ka më akte? KQZ-n e miratua.
Atëherë, kolegë, shumë faleminderit, e kemi mbaruar rendin e ditës, mbledhjen e deklaroj të mbyllur, ditë të mbar.